Arti i privatësisë, 10 gjëra që njerëzit shumë të suksesshëm gjithmonë i mbajnë për vete, në një botë ku gjithçka duket se ndodhet në sy të publikut, nga jetët personale te mendimet më të thella. Njerëzit vërtet të suksesshëm kanë mësuar një aftësi të rrallë, ta ruajnë privatësinë si një art. Nuk bëhet fjalë për fshehje apo dyshim, por për vetëdije të thellë se jo gjithçka duhet të ndahet. Këta njerëz kuptojnë se forca e vërtetë shpesh qëndron në atë çfarë mbajnë për vete, jo në atë që shfaqin. Ja 10 gjërat që ata zakonisht i mbajnë të fshehura. 1. Planet afatgjata. Njerëzit e suksesshëm nuk flasin shumë për ëndrat e tyre, ata i ndjekin ato. Ata e dinë që ekspozimi i planeve mund të sjellë gjykime, energji negative apo konkurrencë të panevojshme. Ata punojnë në heshtje dhe flasin kur ka rezultate. 2. Jeta personale dhe marrëdhëniet. Ata nuk e ekspozojnë jetën e tyre intime. Nuk e reklamojnë dashurinë, nuk bëjnë drama publike dhe nuk kërkojnë miratim. Dashuria, familja dhe intimiteti ruhen si thesare, larg syrit të botës. 3. Të ardhurat dhe pasuria, nuk do t'i shohësh të mburren me para. Ata e dinë se vlera e vërtet nuk është në shifrën bankare, por në ndikimin që krijojnë. Në vend që të flasin për parat, ata lënë që puna e tyre të flasë për ta. 4. Dhimbjet e së kaluarës. Çdo njeri i suksesshëm ka pasur betejë, por ata nuk e përdorin dhimbjen si mjet për simpati. Ata e kanë përqafuar dhimbjen, kanë mësuar dhe kanë ecur përpara, pa e bërë historinë e tyre tragjike një ekspozit publike. 5. Dobësitë dhe pasiguritë. Të suksesshmit nuk janë të pandalshëm, por ata nuk japin arsye për t'u gjykuar. Ata i pranojnë dobësitë, punojnë me to, por i mbajnë për vete, sepse vetë kontrolli është më i rëndësishëm se vetë shfaqja. 6. Idetë e papjekura. Ata nuk nxitojnë të tregojnë çdo mendim apo ide që u vjen në mendje. Ide të mëdha kërkojnë kohë. Punë dhe mbrojtje. Ata flasin kur koha është e duhur, jo kur ndjenja është e fortë. 7. Bëmirësia dhe ndihma ndaj të tjerëve. Shumë nga ta ndihmojnë njerëzit rreth tyre pa bërë zhurmë. Ata besojnë se nëse bëmirësia bëhet për t'u parë, humbet pastërtinë e saj. Ndihma nuk ka nevojë për duartrokitje. 8. Opinione për njerëzit që nuk u sjellin vlerë. Ata nuk shpenzojnë energji duke folur për ata që i kanë lënduar, ziliqarët apo ata që nuk u japin asgjë. Ata e kuptojnë që çdo fjalë për ta është fuqi e dhuruar kohë. Më mirë të heshtin dhe të ecin më tej. 9. Jetën shpirtërore dhe ritualet personale. Çfarë besojnë, si luten, si përballojnë stresin, këto janë gjëra që nuk ndahen me këdo. Ata kanë një botë të brendshme të pasur që nuk ka nevojë të duket për të qenë e fuqishme. 10. Luftrat e tyre të përditshme. Ata mund të jenë duke kaluar net pa gjumë, kriza personale, momente dyshimi, por nuk do t'i shohësh duke u ankuar në publik. Ata e dinë që lufta e tyre është e shenjtë dhe përballja me të është çështje force, jo spektakli. Mësimi final. Privatësia është mburoj, jo pengesë. Në një kohë ku ekspozimi duket si norm, privatësia është fuqi. Të mbash disa gjëra për vete nuk do të thotë të jesh i fshehtë, do të thotë të jesh i vetëdijshëm, i fortë dhe i fokusuar. Suksesi i vërtet nuk është ai që të gjithë e shohin, është ai që e ndjen thellë, çdo ditë, edhe kur askush nuk e di ç'po kalon ti.